Për shembull, nëse ti këtu brenda do duhet gjendesh përballë debateve, se këtu brenda debatet mbahen, kupton? Do të thonë, me këtë debaton në mënyrë se si ti trajton debatin. Ti do preferoje më shumë të debatoje me marr shembull tani, me Artani, Malin, tani këtë them, për shembull të dy emra të marr, apo do të pëlqente me debatu me Robertin dhe me Lirin. Ke paguar Gjokon Për shembull, Varet për çka flitet. flitet për të treguar sa e fortë ti loj. Me këtë tregon ti forcë, tregon me dy lojtarë që janë disi më të qetë, edhe më më në gjumë, në thonjza, kupton? Se s'di tani si çfarë, apo do debatoje me dy lojtarë super aktiv dhe shumë të fortë që përfiten në çdo brand. Atëherë, unë nëse kam debatuar me Laikon mas shumë ti këtu mbrana, ka qenë Miri dhe Rogeri. Po, teknikisht ti debaton me njerëz që janë lojtarë, konsiderojnë lojtarë. Amo jo, nuk është se unë zgjidhi të debatoj me ata, pritvesh një sekondë, vesh të përgjigjja. Nuk është se do zgjidhja me debatu me ata se janë njerëz fortë dhe me këta se janë lojtarë dobët. Nëse është një gjë që mua nuk më pëlqen, edhe te lojtarët që thuti që janë gjumë dhe janë dobët, edhe te lojtarët e fortë, unë qasem dhe debatoj me atë gjë që unë nuk më pëlqen dhe nuk e përkroj atë gjë që shoh, a kupton? Unë jam tip që kur e shoh një padrejtësi, nuk më pëlqen me përkroj një padrejtësi, më pëlqen me i dal kundër padrejtësisë. Për sa kohë jam këtu në këtë ditë, nuk është se po them që jam të dobët dhe janë në gjumë. Po të marrim pak, janë disa më aktiv, disa më pak aktiv. Po them fare në gjumë, po jam më pak aktiv. Për shembull, nëse ne të dyja dalim ditën e shtunë kokë në kokë. Jam shumë kurioze ta di, domethënë si Brikena e ka qasjen të publiku për ta votuar. Domethënë çfarë ofron Brikena publiku për ta mbajtur në shtëpi përpara Selinit. Ai domethënë mos ma kish kuptoj, ai tregon Brikena që përballë Selinit është një lojtare më e mirë, apo intereson të tregoj që në shtëpi është më e dëshiruar se Selini. Domethënë si e lum Brikena një nominim të fortë. Sepse unë kuptoj edhe unë dal nesër nga ky nominimi, unë dal përpara një super çifti që imagjino pa u bë akoma çifti ju keni marrë zemrat e publiku, se po i shohim dhe keni suportin maksimal. Edhe unë kam thënë shumë herë që mua edhe sikur mos ndodhi asgjë, mua vizualisht janë dy persona që më duken që gjëja ka pagun, të bërë për njëri tjetrin, sepse janë të bukur për të parë, nuk i komenton dot, si shan dot, kupton? Atëherë, më fal, edhe sikur me Gimbon që kemi filluar një gjë, mendoj se edhe në individualiste e cili ka fanbezin e vet, kupton? Nuk besoj se Brikena mban Mateo Brikena apo Gimbon mua. Të gjithë secili, mbi gjitha që nominimi është individual, mban veten e vet. Kupton se fansat e Mateos nuk do votojnë ty, do votojnë Mateon. Sikundër fansat e tu do votojnë ty, jo Mateon. Të po them, çfarë mendon ti, si mund të superosh një nominim të fortë? atëherë, ta shpjegoj më një herë. Për sa marrëdhënie. O Shëndrit, po si e keni gjetë këtë vendin këtu njerëz? Shtyni që mandi. A mund të largohemi? Selin? Po mirë do ishte se po bëjmë mohabet. Bravo! Largohemi? Jo. A largohemi të dy apo vetëm? Tani unë Shëndritin se drejtoj dot. Bravo. Apo si ky jo? As të. Ja, po si ky unë do Mirë, tani mirë. Po tash si unë. Po mirë, kurse po bëjmë mohabet thjesht po mbezdisë se jeni këtu te veshi ja. Bravo. Atëherë, Brikena, një nominim të fortë, unë nëse do isha me një nominim të fortë, për shembull do isha me ty me një nominim kokë në kokë, unë atje do kallëzoja veten time. Veç që kisha kallëzu veten tëm, e kisha kallëzu anën më të mirë tëmën. Nëse ti kishe jep shkak për me debatu, unë të kisha përballu. E kisha përballu debatin me ty, por që unë po them marrë me debatu me mua. Jam nominim të fortë, edhe ndiem unë du dal për kësaj shtëpisë me një nominim të fortë, nuk du dal për kësaj shtëpisë me nominime. Unë prandaj thash, unë nuk do doja kur të isha me nominim unë dhe Mateo.